Veterani i sportit, 74 vjeçari Bernard Leka, ka qenë personazhi kryesor i emisionit Histori Sportive, transmetuar mbrëmjen e të premtes në ekranin e RTS Shkodra. Një sportist që mësimet e parë të shahut i mori nga baba i tij Angelin Leka, ndër shahiset e brezit të parë të shahut shkodran. Përpos konkurimeve me ekipin e vllaznis, Bernard Leka ka meritën kryesor dhe në cilësinë e trajnerit, nga duart e të cilit ka ndalë shahist kampion, ndërkohë edhe sot spikat jo vetëm si trajner, por në rolin e organizatorit të aktiviteteve shahistike lokale dhe kombëtare. Unë fillimet e mia i kam pas shumë të mira. Edhe unë kam marrë pjesë për shembull në Spartakiadën e dytë kombëtare, që është zhvilluar në vitin 1969 në Tiranë. Në këtë Spartakiadë ekipi jonë i vllaznis për shahun se Spartakiada zhvillohet në gjitha llojet e sporteve. Kam kohë që merrem edhe i psikologjisë edhe fëmijët. E shef, ky bëhet, ky s'bëhet. Bile në një fëmijë që e shef kështu, tham ky as për shkollë s'është. Se shef duhet mu ka disiplinë aty, do të mendosh, do të zgjidhesh, do të ka psikologji, ka teori, ka shkencore, ka gjithçka loja shoh. Emisioni Histori Sportive do të vijojë të sjellë çdo të premte në ekranin e RTS Shkodra personazhet e spikaturat e sportit shkodran dhe atij verior në përgjithësi.